Kullat karakteristike të veriu do të rijetëzohen për të vënë në shërbim të turizmit kulturor dhe historik. Projekti më i fundit i Ministrisë së Kulturës, Turizmit dhe Sporteve, i mbështetur nga fondet e qeverisë gjermane, synon identifikimin, restaurimin dhe funksionalizimin e këtyre objekteve me vlera të veçanta arkitekturore. Takimi i radhës u zhvillua në Bashkinë e Malësisë së Madhe me pjesëmarrjen e banorëve që i kanë ruajtur kullat ndër vite. Drejtori i Trashëgimisë Kulturore Shkodër Helidon Sokoli bëri të ditur se vetëm në rajonin Shkodër Mirgjit Kukës janë identifikuar mbi 200 kulla dhe procesi i evidentimit vijon. Ne jemi goxha të kënaqur sepse janë mbi 200 aplikime që janë bërë në territorin që administron DRTK Shkodër, që kalon pra në mes 3 qarqeve, Shkodër, Lezhë dhe Kukës, dhe tash i presim me përfillimin e kësaj etape. Sipas tij, pas përfundimit të kësaj faze do të nisë financimi për rijetëzimin dhe rikthimin në funksion të tyre. Ne si DRTK do kemi primare pikësparit një herë me fillu me kullat që kanë status monument kulture, sepse me këtë rast ne shmangim edhe problematika në kohë me mënyrën se si janë administru dhe si janë menaxhu këto monumente deri më sot. Banorët e mirëpritën projektin duke theksuar se përveç ndikimit në zhvillimin e turizmit, ai kontribuon drejt për drejt në ruajtjen e identitetit ndërtimor shqiptar, veçanërisht atë të zonave veriore. Në emër të Bashkisë së Malësisë së Madhe, kryetari Tonin Marina i garantoi angazhimin për pajisjen e kullave me dokumentacion të rregullt pronësie, duke i konsideruar ato pasuri me rëndësi kombëtare.